mjekësor, ata që çdo ditë e çdo natë gjithçka për pacientën në repartin më të vështirë, në emergjencë, në çdo cep të këtij spitali. Por sot nuk kemi paga, nuk kemi kontrata, nuk kemi vendime, nuk ka respekt. Spitali i Tetovës mbahet gjallë nga ne, por neve na kanë harruar. Ne nuk po kërkojmë dhurata, kërkojmë pagat tona të vonuara, kërkojmë kontratat tona të munguara, kërkojmë vendimet tona të merituara dhe premtuara. Boll më me rena. Sa kohë do të vazhdoj kjo padrejtësi, nuk do të heshtim, nuk do të ndalemi, sepse ne nuk ka spitali pa ne gjallëri, pa paga, pa protesta. Spitali i Tetovës na njeh, pacientët na vlerëson. Kjo kohë që edhe padrejtësi të veprojmë, pagat tona janë të drejta, zëri i nuk ndalet, dinjiteti i nuk neglicohet. Mjekët shpëtojnë njerëz, stafi jonë shpëton mjekët, por pyetja është se kush do të na shpëtojë neve. Jo, s'kemi për krahi, e shohim edhe ne që s'ka për krahi as nga sindikat. Me autorizim të drejtorit, për shkak se ditën e premte drejtori duket se u proklamu, u prononcu në lidhje me pyetjet dhe kërkesat e të punësumit që janë me kontratë, edhe sot, pasi më tepër shumica janë motra, infermiere dhe punëtor teknik, ai më autorizoi dhe më luti të jap unë një deklaratë për shkak se është çështja e infermiereve. Nuk ndjen mirë, normal se ne të gjithë jemi për rrogë, normal se ajo është, mirë po, ju thash edhe në fillim, këto nuk janë probleme që janë kriju tani, po janë probleme të trashëguara. Dhe këtu s'ka të bëj as drejtoria as asgjë. Janë probleme që janë trashëguar prej më para dhe duhet pak kohë për t'u zgjedh. Besoni se paraprakisht është e vërtetë se na u premtu se do ketë edhe konkurse, punësime, du jepen vendime të punësuarve. Preng ministrin, normal se urdhnat ato premtimet vinë prej më lart, nuk vinë prej këtu. Ne nuk mund t'i sejojmë ato gjërat. Edhe ndodhen që ndodhen, e dini si është situata, dhe ndodhi kjo. Ne gjithsesi jemi në pritje, si të zgjidhet ministri i ri, shpresojmë sa më shpejt edhe të zgjidhen edhe këto probleme. Se gjithmonë personalisht shëndetësor është deficit. I lus të formoj një grup punues, një grup pune, edhe le të shkruajnë në pika çka janë kërkesat e atyre, që ne i dim, po ato kërkesat i adresojmë edhe më lart, edhe në ministri, po në rregull është. Tani u tregova se do bëhet një kollaps. Mirë po. Kush do menaxhojë? Kush duhet? Ndoshta do ishte ngarkesë për personelin që vendime pune. Janë 400 e ca. Do me thonë po, vetëm infermiere motra, mandi ka që janë transformuar, do me thonë që i kanë kryer në ndërkohë edhe fakultetet edhe janë avansu. Besoni se do me thonë si kemi ardhur ne, çdo kërkesë që kanë pasur është mbarë prej neve, është realizu. Ato që mbaren prej më lart duhet pak kohë, besojmë se do rregullohen.